Sasia e substancës, moli. Duke u bazuar në masat atomike relative, mund të konkludojmë se numri i gramëve të substancave, që është i njëjtë me masat atomike të tyre, përmban numër të njëjtë të atomeve. E njëjta gjë vlen edhe për molekulat. Në qoftë se matet masa e shprehur në gram, aq sa është masa atomike relative, përkatësisht masa molekulare, atëherë kjo sasi e substancës quhet mol. Moli është njësia për sasinë e substancës që pasqyron numrin e grimcave të asaj substance. Simboli për molin është N e vogël. Një mol i çfarëdo substance përmban gjithnjë numër të njëjtë grimcash, atome, molekula, ione, elektrone, protone ose njësi të tjera. Pra, moli është sasia e substancës së definuar me formulë kimike, e cila përmban po aq grimca, atome, molekula, ione, elektrone, protone e të tjera, sa ka atome në 12 gram të izotopit të karbonit C12. Në bazë të matjeve të sakta është përcaktuar numri i grimcave që përmban një mol. Ky numër quhet numri i Avogadros. Vlera e numrit të Avogadros është 6.022 herë 10 në fuqin 23, meqense një mol i çfarëdo substance përmban numrin e Avogadros të grimcave, ky numër ndryshe quhet edhe konstanta e Avogadros dhe shënohet me L dhe është e barabartë pra me 6.022 herë 10 në fuqin 23 mol minus 1 ose grimca për mol. Përveç molit mund të përdoren edhe njësi të tjera siç janë milimoli, kilomoli e të tjera. Masa atomike relative ose masa molekulare relative e shprehur në gram quhet masë molare dhe shënohet me m të madhe. Dhe mund të konkludojmë se masa atomike relative e një elementi të çfarëdoshëm është e barabartë me masën molare të tij, vetëm se këtu i shtohet tani njësia gram thye për mol, ose masa molekulare relative një komponimit të çfarëdoshëm është e barabartë me masën molare të komponimit dhe këtu njësia gram thye për mol. Nëse e dim masën e substancës, atëherë shumë lehtë llogarisim numrin e moleve. Dhe numri i moleve është e barabartë me m e vogël mbi masën molare, ose nëse e dim sasinë e substancës ose molin, lehtë e llogarisim masën e substancës që është e barabartë me n herë m. Ose nëse e dim tani numrin e grimcave në një mostër, lehtë e llogarisim sasinë e substancës që është e barabartë me raportin në mes numrit të grimcave dhe konstantës së Avogadros, ose nëse e dim sasinë e substancës, lehtë e llogarisim numrin e grimcave me n e madhe barabartë me n herë l, dhe nëse e dim vëllimin e një gazi, lehtë e llogarisim sasinë e tij që është e barabartë me pra vëllimin e gazit mbi vëllimin molar. Dhe njësoj mund të llogarisim vëllimin e gazit nëse e dim sasinë e tij që është e barabartë me V0 në herë V0m. V0m është vëllimi molar i gazit në kushte standarde dhe që ka vlerën 22.4 decimetër kub thye për mol. Pra kushtet standarde të gazit janë shtypja 101.325 Pascal ose 101.325 kilopascal në temperaturë 0 gradë Celsius. Të shohim tani të llogarisim sasinë e sulfurit në 16 gram sulfur, nëse masa atomike relative e sulfurit është e barabartë me 32. Në detyrë kur ipet masa, atëherë përdorim këtë shprehje për të llogaritur sasinë e substancës dhe shkruajmë se n është e barabartë me masën thye për masën molare
Tani zaventojmë në vend të masës 16 gram, ndërsa në vend të masës molare shkruajmë 32 për arsye se m tash AR është e barabartë me 32 gram thye për mol, e që kjo del të jetë se në 16 gram sulfur kemi 0.5 mol. Njësoj mund të llogarisim edhe për një komponent, për shembull për ujin, sa mol uji kemi në 36 gram ujë, nëse është dhënë masa atomike relative e hidrogenit 1 dhe masa atomike relative e oksigjenit 16. Tani shkruajmë se N është e barabartë me masën thye për masën molare. Në vend të masës zaventojmë 36 gram masa e ujit, ndërsa masa molare e ujit është gjej masën molekulare relative që është 1/2, se uji përbëhet prej 2 atomëve hidrogjen dhe 1 oksigjen, kemi pra 2/1, 2 plus 16, 18 gram thye për mol. Pra këto janë disa llogaritje që i kemi kryer në një nga mësimet e kaluara, dhe njësit thjeshtohen gram me gram dhe kemi 36 pjesë për 18 është 2 mol. Pra në 36 gram ujë kemi 2 mole ujë. E kështu me radhë mund të bëjmë llogaritje të tjera.